Në mesin e pranverës dhe kur përjetuam ditë të ngrohta e me diell, rreshtet e dëborës janë rikthyer në zonat malore të vendit, e duke reflektuar menjëherë në uljen e temperaturave. Gjatë 24 orëve të fundit, në pjesën më të madhe të Alpeve të Shqipërisë, dëbora ka veshur sërish mantelin e bardhë. Sipas të dhënave të fundit të autoritetit rrugor shqiptar, në segmentet Dedaj-Bog, Dedaj-Razëm dhe Bog-Theth, rreshtet kanë qenë me intensitet të lartë gjatë orëve të natës, ku në pikën më të lartë, në qafën e Thorës, 1700 metrë mbi nivelin e detit, trashësia e saj ka arritur në 40 centimetra. Përballë kësaj situate, strukturat e autoritetit rrugor përmes firmave kontraktore kanë nisur punën në terren për të mbajtur të hapur qarkullimin. Borpastrueset kanë kryer largimin e dëborës dhe paralelisht në segmentet më problematike është bërë edhe kriposja, ndërsa drejtuesit e automjeteve janë këshilluar të tregojnë kujdes gjatë lëvizjeve në këto zona. Rreshja e borës ka patur edhe në bashkinë e Pukës, kryesisht në lartësi, duke krijuar një panoramë të bardhë në mes të pranverës. Edhe në aksin Hanihotit Dogana e Vërmoshit janë regjistruar rreshje, të cilat kanë qenë në intensitet më të ulët. Tre borpastruese kanë bërë të mundur qarkullimin pa probleme të automjeteve. Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve, veçanërisht në fundjavë, kur do të drejtohen zonave malore për të kaluar të shtunën dhe të dielën. Paralelisht, policia rrugore do të kryejë monitorimet në terren, me qëllim që të respektohet sinjalistika rrugore dhe të mos kryen manovra të rrezikshme që mund të jenë burim aksidentesh.